Selimi u shfaqet kritik ndaj institucioneve të Kosovës, kryesisht nga qeveria e keni votuar, qeverinë e re të Kosovës, jeni deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, në momentin kur votuar qeveria nuk kam qenë në Kovend. Ju nuk keni qenë në pjesë kemi zaventuar institucionet, ministrat. Ju nuk keni qenë, po, ju është e vërtet, ju keni ardhur. Do e kishe votuar? Do e kishe votuar? Ajo, unë kam deklaruar dhe përmes njerëzve që një qeveri e tillë nuk i bën mirë, kam thonë në Kosovës, po megjithatë ajo është votuar, ta shohim tash veprimet e saj. Do thotë nuk do e kishe votuar. Pas në Kovend nuk kisha votuar, jo që unë kam diçka, po nuk kam absolut diçka ndaj Isa Mustafës si personalitet. Unë e vlerësoj nështë si profesor ata, po në momentin kur Isa Mustafa ka qenë kryetari i komunës Prishtinës, u kam qenë si imitur në burgjet Serbisë. Domethënë kam qenë në burgjet Gjarakovcit dhe ajo ndjen që unë ta votoj një njeri që atëherë ka qenë kur luftoi kë nacionalizmi, redentizmi, separatizmi, terrorizmi shqiptar nga Serbia si pjesë e institucionit ish Jugosllavisë, unë kam qenë pjesë i imitur i burgjeve dhe sot më kërku nga unë me votu në një formë të tillë ka qenë e pamundshme. Për shkak se nuk kam kishte leju ndërgjegja ime, morali im politik dhe jeta ime. Prandaj